Ditën që u bën primare të Partisë Demokratike në Gjirokastër, procesin e drejtonte deputeti Dritan Shehu, i cili nuk ishte në garë si 9 kandidatët e tjerë, por do të jetë përsëri deputet me mandat të siguruar paraprakisht, nga që Sali Berisha e ka futur në listën e mbyllur. Edhe në zgjedhjet parlamentare 2009, 2013, 2017 dhe 2021, Sali Berisha e vuri Dritan Shehun të pari në listën e qarkut të Gjirokastrës, duke e pasur mandatin të sigurt nga votat e antarëve, militantëve dhe mbështetësve të PD-s. Në 4 zgjedhjet e fundit parlamentare në qarkun e Gjirokastrës, Partia Demokratike ka marrë vota vetëm për një deputet dhe ai është i përhershmi Dritan Shehu, i cili është drejtues politik humbës, por për vete ka dalë përfitues mandatesh deputeti e pasurish. Në primaret e qarkut të Gjirokastrës, fitues u shpallën 4 kandidat për 3 vende të tjera në listë të hapur, por edhe ata nuk janë të sigurt nëse do jenë në listë apo jo. Sepse së pari, listën e bën klientelisht Sali Berisha dhe flitet se në qarkun Gjirokastër do vendosë emra të tjerë, ndërsa në listë të hapur Partia Demokratike nuk ka shanse të ketë më shumë se një deputet, mbasi ka vetëm 1900 antar në krejt zonën e jugut. Edhe këtë herë, mandati i vetëm i është dhënë paraprakisht Dritan Shehut nëpërmjet listës së mbyllur. Ai do jetë përsëri deputet deri në moshën 80 vjeçare, sepse për përjetësinë e së Dritanit në parlament votojnë antarët dhe mbështetësit e PD-s, ndërsa ai krekoset, bën pazare dhe u bë miliarder, duke përdorur mandatin për pasurimin e tij. Vemja politike Dritan Shehu, aktualisht 76 vjeç, ka shtuar pasuritë e është bërë sheik prej 34 vitesh deputete e ministër, nëpërmjet punëve të pista me Sali Berishën në vitet e piramidave dhe kontrabandës me Serbin, nëpërmjet pazareve me Fatos Nanon, Ilir Meton dhe me Sali Berishën në vitet 2009-2013 e prej 12 vitesh me Edi Ramën, përveç pagës mujore 5.000 euro me gjithë shpërblimet si deputet. Dritan Shehu merr pagë mujore 3.000 euro nga Spitali Zonja e Këshillit të Mirë, ku ka në pronësi dhe 5 njësi shërbimi mjekësor, farmaci, laborator edhe 30% pronësi të parkingut, nga që kur ishte ministër shëndetësie. U shiti pronarve të Universitetit 50.000 m2 tokë shteti me vlerë totale 000.1 lek. Në pazar me Edi Ramën, gruaja e Dritanit, Aida Shehu, prej 12 vitesh pensioniste, vazhdon të jetë drejtoresh në Bashkinë e Tiranës dhe paguhet si eksperte në 3 ministri. Vetëm në Tiranë, Dritan Shehu ka 7 apartamente, 2 farmaci, pronësi në 2 klinika mjekësore, 2 njësi tregtare, 4 apartamente me sipërfaqe 70 m2, sipërfaqe 77 m2, sipërfaqe 105 m2 dhe 138 m2 në Durrës e Golem, hotel dhe 33 hektar tokë në Gjirokastër, një vil dhe 3000 m2 në Himar, 1280 m2 tokë në Shkozet dhe shumë pasuri të tjera. Ndërsa votuesit antar, militant të PD-s në zonat Gjirokastër, Tepelen, Memalia i Këlcyre Përmet, vazhdojnë mbledhin vota për ta bërë deputet të përjetshëm, megjithse i mashtron dhe i përdor si sklever për vota, që minimalisht të bëhet përqindja partijake sa për mandatin e tij. Demokratët duhet ta abandonojnë këtë vëmje politike, që është llumi dhe turpi i PD-s, ndërsa SPAK dhe BKH duhet jetojnë pasurit prej sheiku, vënë me burime financiare korrupsionin, kontrabandën e naftës, ilaçeve dhe vjedhjen e pasurive shtetërore.